përveç geopolitikës, zhvillime ka pas edhe në mediat roz. Çështje të ndryshme do diskutojmë gjatë kësaj pjese, mbi atë se çfarë kanë bërë disa prej të ashtu quajturve VIP gjatë javëve të fundit, disa prej tyre janë përballur në gjykat, ka një spektakle të tjera janë drejt fundit, në anën tjetër ka politikan cilët kanë folur në gjuhën shqipe. Gjitha këto do mundohemi t'i trajtojmë gjatë kësaj pjese të fundit, pak më relaksuese se dy të parat. Këtu në studio kam të ftuar Fjolla Kovanin, gazetare. Fjolla, mirë se erdhe. Mirë se të gjitha, Blendi. Po e nisim me këto zhvillimet, si që thashun pak më herët, të showbizit në mediat roz, ndonë se ishte para pak ditësh lajmi i cili u bë buj në për media, rikthehemi edhe një herë asaj se çfarë ndodhi me Gjestin pas lirimit të tij nga burgu. Po, unë mendoj Gjesti ka dorëzuar kallëzimin penal ndaj Onimas, po mendoj që është dashur me kon sani parë para se me vepru qysh ka vepru Gjesti, edhe që mendoj është mënyra më e mirë për me trajtu një situatë tillë mes një kompanisë kur ti ki probleme, edhe është dashur me u bë më herët e jo me mri në këtë gjendje që është tash. E kuptojmë gjendjen emocionale dhe financiare të Gjestit, po prap nuk ka të bëj me atë që ti mundesh me vepru qysh don ti, pse ti nuk je tu ndi mirë emocionalisht ose financiarisht. Ka njerëz me probleme të shumta që nuk mund me ja dalë, po prap nuk bëhen gjëra të tilla, po më janë shumë mirë që Gjesti tash e ka kuptuar gabimin e tij edhe ka vepruar sipas drejtësisë. Sa mendon Fjolla që deri diku edhe e ka ndikuar karrierën e Gjestit, lidhshmërinë e tij me personat të cilët e suportojnë, rasti i fundit me kompaninë Fjalë, më pas edhe kjo e kallëzimit, po besoj e tha edhe ti, ishte ndoshta rruga e duhur për t'i evituar ato se çfarë ndodhen para pak ditësh. Normalisht na krejt e dim çfarë vëmendje ka pas Gjesti deri tash, dhe mjafton veç me kliku Gjesti dhe çdo kënd ki video fotot e tij për çfarë dush rasti që ka të bëj me Gjestin, po mendoj që pak ka ndiku se na kërkush nuk e kemi njohur Gjestin këtë mënyrë. Na krejt e kemi njohur Gjestin matur, jo problematik, edhe pse ky ka tregu probleme që i ka pas më herët, po veç që ka tregu që nuk i bën më, edhe që ka vendos me kon person më shpirtënor, më njerëzor, edhe mi kuptu njerëz. Ne kemi pa edhe drama që i ka ndodhur në Big Brother që ka mujt me ju bo ball, po ndoshta për shkak gjendjes tij emocionale pas vdekjes vllaut të tij ka mujt me kon më i ngarkuar emocionalisht, edhe mas neve që ka shpërthyer. E qartë këtë edhe deri diku e sqaruam, meqense edhe ka qenë lajm para disa ditësh në media, megjithatë në suazën e këtyre zhvillimeve gjatë ditëve të fundit. Një tjetër gjest i mirë do qëndrojmë ende, meqense e nisim me Gjestin i cili ka qenë dhe mori vëmendje të tepërt në dy formatet, Big Brother VIP Kosova dhe atë të Shqipërisë. Do qëndrojmë edhe një herë tek Big Brother me një ish-banore. Është Sasa, e cila ajo po vazhdon ende të mbaj emrin e saj nëpër media të roz për situata të ndryshme, së fundmi është për një gjest fisnik, nëse mund ta quajmë. Për çka bëhet fjalë? Po, Sasa e ka postu në Instagram në story një postim që ka me dhuru fustana për vajzat, për matur, për vajzat që ka nevojë. Na e dim që krejt vajzat kanë qef me u duk bukur, me pas fustanat bukur, të veçantë, edhe ka një gjest shumë i mirë prej Sasës me dhuru fustana për vajzat që nështë nuk kanë mjaftueshëm ose mundësi fix. Shpesh Fjolla përmendet në rast se figurat të tilla publike i bëjnë veprime të tilla për shkak të vëmendjes. Në këtë rast nuk besoj që... Nuk më duket se e ka cik vetë Sasa... Sepse nuk ka mënyrë tjetër se si të ftojnë ndoshta. Fix, edhe e ka cik vetë që ka me konë gjithçka private edhe nuk ka me u postu asnjë vajzë cilve ka me ja dhonë fustanat. Edhe ky sen ka shumë i mirë se normalisht që ka vajzat që ndoshta nuk dojnë me u shfaq publikisht, edhe pse jo, nuk më ka duk që ka dasht me marrë vëmendje, po veç ka dasht për shkak të
veprës saj humanitare me bo një diçka të tillë. Qëndrojmë sërish tek Big Brother, vetëm se shkojmë në Shqipëri, ka nisur para 3 muajsh, është në ditët e saj apo në javët e saj të fundit. Raportohet se dje është bërë publike edhe data e finales edhe numri i finalistëve, çka mund të na ndash në këtë kontekst? Po, finalja e madhe Big Brother VIP Albania ka me konë me 18 prill edhe ka me konë veç 4 finalist. Ka me u konë gëgja e shtirë me vendos publiku se kush me shku në finale, se ka lojtar gëgja të mirë tash aty mrena. Nëse muj me i cik disa... Kush me ndonë dështë se janë 4 që janë më meritore dhe i kanë gjosat më? Qysh one kisha dasht me konë Selin, Mateo, Brikina dhe Shëndriti, pse ju me pas dikën prej Kosovës në finale, edhe pse nuk ma merë menja që mund me marë finalën, po prap me qenë pjesë e finalës. Po qka unë e menoj që mundet me ndodhë është që Rogerti mundet me shku në finale. Kjo rënditja jote është ajo se qëfar ti kishe pas dëshirë. Po qka me ndonë se realisht publiku deri në këtë pikë të lojës sheh më shumë të konkurentët. Publiku masit që e ka votu deri tash Rogertin për me konë që aty mrena mas krejt që aty në seneve që ka ndodhë, mendoj që kanë me qu edhe në finale. Selina, Mateo edhe Brikina. Kjarë, Miri nuk mendon se do t'jetë pjesë? Nuk mendoj. Qartë, me gjithatë, prap i bje që një përfatsues ta kemi në Kosova edhe në Shqipëri. Kush mendon se i ka gjasat më të mëdha që ta fitoj? Mendoj që Selin mund me pas gjasa. Dhe kjo do bënte që t'ishte hera 2 që një femër një format. Mendoj e kam bo me rend, me konë një djallë një vajzë, kështu që... Qartë, teksa tek ne në Kosovë ende nuk ka fituar një vajzë, ndërë se ka pas konkurentët të fortë në hertë, në to sezonet e kaluar atesha. Të them, kur jemi tek spektaklet, ky Big Brother po përfundon, ndërka që një tjetër ka nisë spektakl ky i cili më pas ka rikthy sërish në ekran moderatorën e njohur Arbana Osmani, e cila pothuaj se karriera saj është e ndërtuar mbi emrin e Big Brother, format të ngjajshëm vetëm se me një emër tjetër, është tani duke e transmetuar e drejtuar atë të firma VIP. Si e ke par kastin, si e ke par ndoshta rikthimin e Arbanës, mënyrën se si është prit nga publiku, banorët atje dhe kush mendon se ka bërë diferencën qysh në javën e parë në këtë format? Nuk është që kam ujt me shiku shëmblendi firma VIP, po rikthimi i Arbanës normalisht që ka pas shikueshmëri goxha të madhe dhe i ka kthy krejt njerëz ka firma VIP edhe i kanë harru krejt ato reality show tjera që janë. Normalisht që Arbana din me marrë vëmendjen e saj edhe mund me moderu edhe me adal me firma VIP. Banorët aty brenda nuk është që një shumë ose s'kom arrit me i po mirë. Si zakonisht janë figura të reja cilat vinë, megjithatë ka pas semra. Po ka pas semra. E kemi Jonida Maliqin që është aty, Moza, Soni Malaj që janë emra pak ma të njohër, po prej Mozës, prej trijave këtëne që po një pak ma mirë, edhe prej krejt banorëve, po menoj që po rrim pak si njëhije, Moza e ka marrë ashtu krejt vëmendjen e krejt dhe se po është... Pse mendon? Mendoj se... Po, se krejt njerës në realitet dojnë me konë si Moza, po veç nuk janë. Ata janë, për shambull, ndryshe në punë, ndryshe në intervjist, ndryshe... Do më thonë, Moza është e njëjtë në qëfar dush aspekte. Ndesh nëse është në reality show, në shpi, në punë, kuda, Moza është e njëjtë edhe nuk ndryshon. E krejt njerës dojnë me pas që të sem po veç nuk mujnë me bo. Si ndoshta ke parë shkurtimisht për këtë përfaqësimin e Kosovës në këtë format? Janë 2 persona, është ndje sepse me emrat nga njëherë edhe jam keq është një tiktokere cila është bërë viral edhe për live streamat e saj në Twitch, e më pas është edhe një këngëtar i cili së fundmi ka publikuar një projekt me Ledrin, kush është këtu? Nuk është që pas ka mujt me i përcjell, po pse jo. Është goxha mirë ku përzihen
shqiptarët e Kosovës edhe të Shqipërisë se din me kriju ato dramat edhe mujnë me marrë vëmendje. Nuk po i një këto vajzat, po shpresoj që në vazhdim me i shiku ma shumë edhe me marrë informacione mbi këto vajza. Edhe është fillimi është herët, se edhe janë gëgja shumë... Lejtarëve dhe kush ka bënë... Janë gëgja shumë edhe nuk mujnë me arrit me i pa krejt në verzionet e tëne, po shpresoj që kanë me pas një lojë gëgjat mira të mnana. E qartë Fjolla dhe kalojmë ndoshta tek e fundit, e përmenda qysh prej fillimit që së fundmi një video është bërë virale e kryetarit të New Yorkut duke provuar disa ushqime, më pas edhe duke folur në Shqip çka mund të na ndosh në këtë lajm për ata të cilët. Po një video në rrjetet sociale është bo gëgja virale e kryetarit New Yorkut Mamdanit. Ka qenë në një restorant shqiptar të provu ushqime tradicionale, ku në foto është në video është zbashku me një djalë Arjan Aslani që është shqiptar dhe punon në New York, ka restorantin e tij atje, dhe kanë qenë duke provuar ushqime tradicionale shqiptare edhe Mamdani, në një moment thot që ju bëft mirë fjallën Shqip edhe normalisht që okun gogja surprizuse për njerës që kanë qenë për rreth atë një Amerikan në kun në full Shqip. Pa dyshim, edhe shtoj asaj se kjo është njëri kryetari i parë, nëse nuk ka bom në historinë e Amerikës që nuk është tamam Amerikan, është i ardhur nga me origjinë nga India, është musliman. Edhe është me i ri që këta kanë. Dhe është kryetari me i ri. Në anën tjetër, kudo që ka, në fakt në për gjitha shtetet ka shqiptare dhe është e pamundur që pothuajse gjithë familiarizohen me gjestet edhe me disa prej shprehjeve, marrë parasysh edhe suksesin e madh më pas që kanë këngëtarët edhe aktorët e tjerë në botën e showbizit dhe jo vetëm atje në Amerikë. Fjolla, këto po besoj ishin gjitha që kanë ndodhur gjatë javës. Edhe lajmet të tjera, disa nga më të spikaturat ishin këto. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij diskutimi nëse mund ta quajmë, edhe deri diku i larguam edhe qytetarët prej këtyre zhvillimeve, tensioneve cilat i kanë në politikën e brendshme dhe gjeopolitikën jashtë. Faleminderit Blendi për intervistën. Ishte shumë kënaqësi. Ndërkaq me këtë intervistë